Një pikë e këmbimit valutor ka rënë prej një grabitje mëngjesin e sotëm rreth orës 9:10 minuta në një qendër tregtare në rrugën 5 Maj në kryeqytet. Një person ka hyrë në ambientet e brendshme dhe nën kërcënimin e armës ka marrë një shumë të konsiderueshme parash dhe më pas është larguar me shpejtësi. Ky është momenti kur autori i veshur me të zeza, kapele dhe syze të errta si dhe një çantë të vogël futet në pikën e këmbimit valutor. I gjendur i vetëm përballë punonjëses së Western Union, nxjerr armën që mbante në çantë dhe e kërcënon që t'i jap parat. Nën panikun e armës, punonjëse jep shumën që kishte në ark. Fill pas këtij momenti ai largohet nga qendra tregtare Concord, duke vijuar nëpër rrugiza dhe 5 Majt dhe humbur kërtu gjurmët nga policia. Dyshohet se ai ka përdorur për t'u larguar pas vjedhjes një motor. Edhe pse për pak minuta mbërritën në vendngjarje efektive të komisariatit numër 4, nuk u arrit të ndalojë autori. Sipas zburimeve, ai dyshohet të ketë grabitur nën kërcënimin e armës 120.000 lekë të rinj. Policia po punon për identifikimin dhe arrestimin e autorit, ndërsa janë marrë edhe dëshmia e punonjëses si dhe personave të tjerë që kanë parë momentin e grabitjes.